Ditë e diel, në fshatin Kamjan arrin një grup alpinistësh nga Struga. Pas pauzës dhe kafes, alpinistët nisen për tek 8 ujvarat e këtij fshati. Televizioni 21 eksploroi së bashku me alpinistët. Bukuritë e 8 ujvarave të Kamjanit, këto alpinistë i vizitonin për herë të parë. Përgëzonin banorët e zonës për mbrojtjen e ambientit me shpresë që të mos betonizohet. Ne jemi një klub me traditë të vjetër, mirë po ja që nuk kishim vizituar të perlë të natyrës së Sharrit, edhe unë mendoj se nuk duhet asnjë investim të bëhet këtu, përveç se të mirëmbahen objekte të cilat janë në proporcion me natyrën, dhe çdo betonizim apo futje në një elementi që nuk ka të bëjë me natyrën do ishte shkatërruese. Kështu që komplimente për të gjithë vendasit që kanë ruajtur këtë bukuri të natyrës. Edhe uroj që të tillë ta ruajnë. Tonisht të dielave ne ngjisim male kaq të bukura sa edhe që kishim ngjitjen me ujvarat e Kamjanit. Mendoj që nuk ka gjë më të bukur se ta shpenzojsh një vikend të tillë. Përsa i përket rrugtimit të sotshëm, për mua ishte shumë i bukur. Dua t'i përgëzoj vendasin ndoshta që kanë investuar për qenë kjo rrugë kaq e bukur edhe kaq e mirë. Çfarë do kisha thënë? Ishte shumë e bukur. Kemi ardhur në Teto për të ngjitur 8 ujvarat e Kamjanit. Unë do kisha dashur që vitin e ardhshëm kur do vim, ketë më tepër investim këtu edhe të rregullohen të gjitha stazat. Pasi në disa vende e pam që kishte nevojë për pak mirëmbajtje, por prapse jemi shumë të kënaqur edhe ndoshta nëse vazhdohet edhe më lart, ka më tepër se 8 ujvara. Sa e pam ne, po. Këtu në Tetov, në ujvarat e Kamjanit, edhe është një pamje shumë e bukur, edhe do jap një mesazh të gjithë moshatarëve të mi që të vinë me klubin ton, me Kap Strugën, edhe ta shijojnë këto pamje kaq të bukura që ne i shohim, sepse me të vërtet janë edhe qetësi edhe për mendjen edhe për shpirtin. Alpinistët të kënaqur zbresin nga ujvarat e Kamjanit, me shpresë që vitin tjetër të kthehen sërish të eksplorojnë zonën.